kemi një metodë më të shpejtë nëse e rregullojmë disa shkurtesa në tastier. Për ta bërë këtë, duhet të klikojmë Edit, pastaj Keyboard Shortcuts. Pastaj hapet kjo ditare. Këtu e shënojmë Add Edit. Pastaj këtu e klikojmë këtë edhe klikojmë tastier shonjën për shembull S. Ndërsa këtu i hekim X edhe i lëmë vetëm S. Pastaj e kërkojmë këtu Zoom In. Te Zoom In, vend kësaj e vendosim shonjën W. Klikojmë këtu edhe klikoni W, ndërsa këtë e hekni. Do të thonë me X. Edhe pastaj e kërkoni edhe Zoom Out. Edhe vend kësaj e zavendësoni me shonjën Q. Klikoni këtu, pastaj këtu edhe klikoni Q. Edhe e fshimi shkurtesën e vjetër. Okej, klikoni këtu, kjo fshihet, tash e kemi këtu. Edhe për ta ruajtur ndryshimin, edhe për të kthyer te editimi, klikoni OK. Shikoni. Çka kena bërë me këtë? Më herët, për me ndonjë video, është dashur me kliku këtu, edhe me kliku kështu, kështu. Po kthemi CTRL-Z mbrapa veprimi. Tash, për shembull, ku e kam këtë këtu? Këtë vizën e 4 që tregon domethënë sekondin çdo pjesë videos ku je. Nëse klikojmë S, kjo e pren. Prandaj këtu s'kemi nevojë domethënë me shku me zgjedh këtë, pastaj me zgjedh hapësirën ku do me prej, po mjafton vetëm me zgjedh tu në cën sekond po dyshon me prej, edhe klikoni S në tastier, edhe kjo e ndon videon, siç po shihni edhe këtu. Përveç kësaj, nëse kishim dashur me rrit të pamjen, ish dashur me kliku domethënë kështu apo kështu. Edhe kjo gjithmonë na merr kohë, para mendoj çdo herë do të më shku me bu kështu. Ndërsa tani që kena rregullu me Q edhe me W, shikoni, Q shkurtohet, domethënë zvoglohet hapësira, me W rritet. Gjithmonë ta keni parasysh. Ku ta zvoglomi pamjen apo ku ta rritmi, gjithmonë kjo e zvoglon ku është kjo pjesa e katërt këtu. Nëse shkoj këtu në fillim për shembull, tash e klikoj W, shikoni rritet saktësisht ku është kjo. Nëse zvogloj, kjo zvoglohet domethënë te kjo pjesa, domethënë me Q edhe me W. Që ku zvogloj, tash e rriti këtu me domethënë me W. Këtu shkurtesa domethënë neve na bojnë më të dobishëm apo e bëmi punën më shpejt, domethënë si një profesionist. Se për ndryshe kishim me të rritë, zvoglu, të kliku këtë ikonë, do e kliku këtu, kështu që tani klikomi S me Q, me W edhe me Q domethënë e zvoglojmë këtë hapësirë.